Të nderuar televizikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. 26 marsi, dita e demokracisë, është një nga momentet më të rëndësishme historike për qytetin e Kavajës dhe për të gjithë Shqipërinë. Për herë të parë, qytetarët u ngritën kundër diktaturës komuniste, duke shënuar një hap të madh drejt lirisë. Megjithse kjo ditë është shpesh e harruar nga autoritetet qendrore, Kavaja vazhdon ta përkujtojë me krenari. Sot, me aktivitete të shumta edhe një angazhim të fortë nga Bashkia Kavaj, qyteti i nderon ata që sakrifikuan për lirinë. Në vijim, ndjekim kronikën e përgatitur nga Drita Televizion. 26 marsi, dita e demokracisë, shënon momentin historik ku për herë të parë gjatë regjimit komunist një popull i tërë u ngrit kundër diktaturës dhe shtypjes. Fatkeqësisht, kjo datë nuk është njohur zyrtarisht dhe shpesh është injoruar nga qeveritë ndër vite, pavarësisht se është një nga momentet kyçe që çoi në rrëzimin e sistemit komunist. Kavaja nuk u ngrit rastësisht kundër regjimit, ajo dha edhe një dëshmor të lirisë, Josif Budon, i cili u fliua në lulen e rinisë për idealin e demokracisë. Megjithatë, qyteti i Kavajës nuk e ka harruar këtë ngjarje. Çdo vit kjo ditë përkujtohet me aktivitete të organizuara nga Bashkia Kavaj, duke e bërë qytetin krenar për historinë e tij. Të gjithë kryetarët e bashkive ndër vite kanë mbajtur gjallë këtë përkujtim, pavarësisht mungesës së njohjes nga institucionet qendrore. Kryetari aktual i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja, ka vlerësuar sakrificën e qytetarëve të Kavajës dhe bijve të saj në të kaluarën, duke pranuar se kjo ditë nuk ka marrë vlerësimin e merituar. Për këtë arsye, ai ka premtuar ndërtimin e një memoriali kushtuar 26 marsit, përveç bustit të Josif Budës dhe Indrit Sarës. Vitin që vjen, edhe të gjithë vitet që do vinë më pas, Kavaja 26 marsin do të festojë si asnjëherë tjetër. Ne mbas sa ditësh inaugurojmë bustin e Indrit Sarës, njeriu që luftoi, që dha jetën për lirinë e Kosovës, për lirinë e Shqipërisë dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Do t'i bëjmë një bust aty siç e meriton, për ta gdhendur më së miri vlerat dhe traditat e një Kavajë realisht siç e meriton, që përballet me çdo luftë dhe me çdo detaj që ne do të ecim përpara dhe qyteti i Kavajës do të ecë përpara. Pra është një bij i Kavajës që Indrit Sara do të jetë këtu, do të moroset në pjedestalin e lirisë dhe demokracisë së Kavajës. Gjithashtu më 10 korrik kemi datën e të rënë dëshmorit të parë demokracisë, Josif Buda, një tjetër Kavajës heroik i cili dha jetën për demokracinë, që u përball me sampistat me regjimin siç ju e dini. Kryetari i shoqatës 26 marsi, zoti Tahir Okështuni, ka theksuar rëndësinë e kësaj dite, duke e cilësuar atë si një ngjarje të rrënjosur thellë në shpirtin e atyre që e përjetuan. Ai ka bërë thirrje që në 26 mars të mbetet një burim krenarie dhe për brezat e rinj, të cilat duhet të njohin dhe të vlerësojnë sakrificat e paraardhësve të tyre gjatë represionit komunist. Kavaja nuk i duron padrejtësitë. Gjithmonë ka qenë një qytet që ka besimin në Zot, ka besimin në familje dhe në ligj. Ne sot e përkujtojmë të datë. Historia, një popull që nuk shkruan historinë e tij humb. Kështu që edhe Kavaja, nëse nuk e shkruajmë historinë ashtu siç është, edhe ne pak nga pak brezi jon po i vjen fundi, por historia duhet shkruajtur siç është. Kavaja është qytet që nuk duron padrejtësinë. Në nderim të kësaj dite, nën tingujt e bandës frymore, drejtuesit dhe përfaqësuesit politik të qytetit vendosën kurora me lule pranë bustit të Josif Budës, duke përkujtuar veprën e tij. Aktivitetet e organizuara nga Bashkia Kavaj do të vijojnë gjatë gjithë ditës me koncerte, ekspozita fotografike dhe piktura në ambientet e Pallatit të Kulturës, si dhe me garën tradicionale cikliste, e cila tashmë është bërë një simbol i kësaj feste. Kryeministri i vendit Edi Rama ka paralajmëruar prezantimin e programit Shqipëria 2030, duke kërkuar mbështetje të plotë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. Ai ka kritikuar ashpër opozitën dhe ka paralajmëruar masat ndaj socialistëve që devijojnë nga puna e ndershme. Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi në Shkodër ka bërë të ditur të njëjtën se Partia Socialiste do të prezantojë programin e saj politik për dekadën e ardhshme, të titulluar Shqipëria 2030. Sipas tij, ky program do të paraqesë vizionin dhe reformat për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nesër ne kemi shpalosjen e Shqipërisë 2030 bashkë me gjithë grupin e deputetëve.
për t'i dhënë një perspektivë me piketat kryesore natyrisht, sepse ndryshe nga të tjerë që bëjnë programe elektorale, ne kemi një program që për çdo fush kemi një mal me strategji, me plan, me gjitha, kështu që është shumë masiv programi ynë, është program qeverisës, dhe ne qeverisim ne nuk jemi. Ai theksoi se një shumicë e fortë e qeverisjes është e domosdoshme për të garantuar rrugën europiane të vendit. Që i thot Brukseli dhe i thot të 27 vendeve, ne populli shqiptar duam urgjent të hyjmë Bashkimin Evropian dhe prandaj e mbështesim këtë forcë politike, pavarësisht se nuk jemi të gjithë me këtë forcë politike, siç shqiptarët mbështeten Partinë Demokratike. Ndërkohë, paralajmëroi edhe ata antar të Partisë Socialiste që abuzojnë me pushtetit. Fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, të shkoj atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë për të pasur dyshime dhe dilema. Por kjo është një propagandë e vazhdueshme, bum. Mesazhin për partitë e reja dhe mbështetjen për kandidatet femra. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi, nuk kam pas dieni, por kanë dalë rrugëve kanë kërku njerëz. Merë babën, merë gjajën, merë vlajnë, merë atë, pastaj këtë do kapi dhe një tjetër me mush listën. Edhe qarë do t'i japësh atyre? Punë atyre që bëjnë qatë dunë, të hanë kokat me njëri tjetrin nga jo hanë. Unë këtu e kam për ata që janë. Raman komentoi edhe për partitë e reja që po garojnë në zgjedhje duke ironizuar me faktin se disa prej kandidatëve të tyre janë prekur nga ligji i dekriminalizimit. Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar marrëveshjen e Ballkanit të hapur për dëmtimin e prodhimit bujqësor dhe blegtoral në Shqipëri, duke premtuar dalje të menjëhershme nga kjo nismë. Ai prezantoi një plan për mbështetjen e fermerëve, duke propozuar rritje të subvencioneve në një sistem të ri identifikimi për ta. Në një deklaratë për mediat, ish-kryeministri Sali Berisha publikoi programin e tij për bujqësinë, duke premtuar një rritje të ndjeshme të subvencioneve për fermerët dhe largimin nga Ballkani i hapur, të cilin e akuzoi si një skem që ka dëmtuar prodhuesit vendas. Subvencionoj për çdo njësi prodhimi, kok, bagti dhe fidan të mbjellë, fermer dhe rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5.8, po tjera ti merr administrata, totali rritja nga 0.5 në 3.5, saq është niveli mesatar i rajonit. 2. Mbrojtje sezonale e prodhimeve bujqësore. 3. Dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur që po rënon prodhimin bujqësor dhe blegtoral shqiptar dhe zbatimi të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit evropian. 4. Karta e AIDIS do t'jetë nimti i fermerit, mbështetje direkte subvencion të sipërmarrësve në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, ku çdo fermer do identifikohet me një nip. Berisha sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama duke akuzuar për shpenzime të luksit dhe për neglizhencë ndaj sektorit bujqësisë. Ai e sfidoi Ramën në një debat publik televiziv mbi këtë çështje duke cilësuar politikën e qeverisjes për fermerët si një dështim total. Me këtë program, ish-kryeministri synon të fitojë mbështetjen e fermerëve dhe sipërmarrësve të bujqësisë në Prokuroria e posaçme ka vendosur të zgjasë për herë të tretë hetimin për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmeta, i cili akuzohet për pastrim parash, fshehje pasurie dhe korrupsion pasiv. Hetimet do të vijojnë deri në 23 qershor, ndërsa Ahmetaj mbetet ende në arati që prej korrikut 2023. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shtyrë për herë të tretë hetimet ndaj ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, duke i dhënë vetes një afat deri në 23 qershor për të mbledhur provat e nevojshme në këtë dosje të bujshme. Ahmetaj akuzohet për veprat penale, pastrimit të parave, fshehjes së pasurisë dhe korrupsionit pasiv. Hetimet ndaj ish-zyrtarit të lartë nisën fillimisht me rolin e tij në aferën e inceneratorëve, veçanërisht në inceneratorin e Tiranës, por më pas u zgjerua në një hetim të thellë pasuror. Ahmetaj, i cili ndodhet në arati që
i korrikut të vitit 2023 u shpall në kërkim nga prokuroria e posaçme, pasi dyshohet se gjatë kohës që mbante poste ministrore ka marrë vendime që favorizonin sipërmarrës të përfshirë në koncencione të dyshrymta. Si pjesë e hetimeve pasurore ndaj tij, pa ka vendosur në sekuestro 2 vila, disa apartamente dhe llogari bankare që dyshohet se janë përfituar në mënyrë të palishme, pavarësisht se ka kaluar një kohë e konsiderueshme që nga shpallja e tij në kërkim, Ameta vijon të mos bjerë në duart e autoriteteve, ndërsa SPAK po përpiqet të përmbyll hetimin duke siguruar prova shtesë mbi aktivitetin e tij të dyshuar kriminal. Policia ka proceduar 7 punonjës dhe një drejtues departamentit të një kompanie telefonike për moskallëzim krimi pasi nuk raportoi një tentativë grabitje që ndodhi në ambientet e kompanisë me 25 dhjetor. Edhe pse ngjarja u konstatua nga punonjësit e sigurisë, organet ligjzbatuese nuk u njoftua në kohë. 8 punonjës të një kompanie telefonike mes tyre një drejtues departamenti janë proceduar penalisht nga policia për moskallëzim krimi, pasi nuk raportuan në organet kompetente një tentativë grabitje të ndodhur në ambientet e kompanisë me 25 dhjetor. Sipas hetimeve praprake, rreth orës 02:30 të mëngjesit, 2 persona të maskuar hynë në ambientet e kompanisë duke dëmtuar drynin e derës së pasme. Ngjarja u konstatua nga punonjësit e sigurisë së brendshme, i cili nuk u raportua tek autoritetet, por njoftoi vetëm drejtuesin teknik dhe punonjësit e shoqërisë private të sigurisë fizike që mbanin në ruajtje objektin. Mëtej, policia ka zbuluar se edhe përfaqësues të tjerë të kompanisë ishin në dieni të incidentit, por nuk e kallëzuan atë. Ndërkohë, ende nuk dihet cili ishte qëllimi i grabitjes dhe nëse ata arritën të merrnin diçka. Sipas deklaratave të kompanisë, nuk janë vjedhur sende dhe nuk janë shkaktuar dëme materiale, por mosnjoftimi menjëhershëm i policisë ka ngritur dyshime mbi trajtimin e çështjes nga vetë stafi i kompanisë. Hetimet vijojnë për të zbuluar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e personave të përfshirë. Pas dërgimit për gjykim të dosjes për ish-drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça, Ervin Saliani ka kërkuar që SPAK të kryejë një hetim të thelluar për rrjedhjen e të dhënave në tim. Saliani ka cilësuar arrestimin e Mucës si një dëshmi të punës së komisionit hetimor dhe ka akuzuar kryeministrin Rama për mbulimin e këtij skandali. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar pas vendimit të prokurorisë së Tiranës për të dërguar në gjykim dosjen e ish-drejtorit të Departamentit të IT-s dhe Policisë së Shtetit Ervin Muça lidhur me rrjedhjen e të dhënave nga sistemi i identifikimit të pasaportave dhe vizave. Saliani ka theksuar se arrestimi i Muçës është një dëshmi e punës së Komisionit Hetimor Parlamentar që ai drejton, ku dokumentua pasiguria dhe keqpërdorimi i administratës shtetërore për mbrojtjen e të dhënave të rëndësishme shtetërore. Saliani ka kërkuar që SPAK të marrë në dorë këtë çështje dhe të bëjë një hetim të thelluar për të zbuluar përfituesit e vërtetë të këtij skandali. Ai ka theksuar se ndërhyrja në sistemet kompjuterike dhe kopimi të dhënave të rëndësishme ka cënuar sigurinë kombëtare. Sipas tij, vetëm kryeministri Edi Rama ka fuqinë të imponojë që kjo çështje të mbetet në sirtarët e kuvendit dhe të mos i dorëzohet SPAK-ut për hetime të mëtejshme, siç është detyrimi ligjor dhe kërkesa e Komisionit Hetimor. Në reagimin e tij, Saliani ka theksuar se arrestimi i Muçës është një tentativë për të fshirur këtë skandal dhe për të larguar vëmendjen nga përgjegjësia e vërtet përfshir kryeministrin Edi Rama, të cilin ai e konsideroi si përfituesin kryesor të këtij akti. Saliani ka ripublikuar disa nga gjetjet e Komisionit Hetimor, duke kërkuar që SPAK të kryejë hetime më të thelluara dhe të zbulojë të vërtetën e plotë të kësaj çështjeje. Eci me të tjera informacione, kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Kryeministri Albin Kurti ka premtuar ndarjen e mbi 1 miliard eurove për forcat e sigurisë së Kosovës në mandatin e ardhshëm qeverisës. Rritja e buxhetit do të mundsojë modernizimin e ushtrisë, blerjen e helikopterëve amerikanë dhe prodhimin e dronëve ushtarak në vend. Në kuadër të mandatit të ri qeverisës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar ndarjen e 1 miliard eurove për forcat e sigurisë së Kosovës. Ky fond synon të përshpejtojë modernizimin e ushtrisë, duke trafishuar investimet në armatim dhe ka tërfishuar trajnimet ushtarake jashtë vendit. Kurti ka theksuar se tashmë janë bler dron luftarak Bayraktar dhe është nënshkruar kontrata për funksionalizimin e fabrikës së municioneve. Gjithashtu, Kosova synon të prodhojë dron ushtarak Made in Kosova, duke krijuar një
industri vendase të mbrojtjes. Në vitin 2024, buxheti i ndarë për Ministrinë e Mbrojtjes ishte 153 milionë euro, ndërsa këtë vit ai ka arritur në 207.8 milionë euro. Për më tepër, Kosova është në proces të blerjes së më shumë se 200 sistemeve kundër tank, me vlerë $75 milionë si dhe helikopterëve Black Hawk nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky angazhim për furnizimin e mbrojtjes vjen në një moment kyç për Kosovën, ndërsa vendi është në pritje të krijimit të institucioneve të reja për zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, edhe pse Partia e Kurtit Lëvizja Vetëvendosje ka fituar zgjedhjet, ajo nuk ka siguruar mjaftueshëm mandate për të formuar e vetme qeverinë, duke lënë të hapur çështjen e negociatave për koalicion. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se investimet e reja në fushën e mbrojtjes do të rrisin kapacitetet operacionale të Kosovës dhe do të kontribuojnë në forcimin e partnerëve me NATO dhe shtetet perëndimore. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë ushtruar një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, duke theksuar se ajo është e hapur por aleatë të BE-s dhe NATO-s që duan të kontribuojnë në stabilitetin e rajonal. Qeveria kroate ka sqaruar se nisma nuk përbën krijimin e një aleance ushtarake, por synon të mbështesë Kosovën dhe Shqipërinë në rrugën e tyre euroatlantike. Më 18 mars, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan një deklaratë të përbashkët për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, duke hapur rrugën për thellimin e marrëdhënieve në këtë sektor mes tre vendeve. Sipas qeverisë së Kroacisë, kjo nismë është e hapur dhe për partnerët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që synojnë të kontribuojnë në ndërtimin e sigurisë dhe stabilitetit në Europën juglindore. Qeveria kroate ka theksuar se marrëveshja nuk ka për qëllim krijimin e një aleance ushtarake, por ka si synim forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në rajon. Përveç përfitimeve të mundshme nga kjo nismë, ajo që ka shkaktuar reagime të forta në Serbi, presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar marrëveshjen si një veprim që hap një garë armësh në rajon dhe si një shkelje të marrëveshjes nënrajonale të vitit 1996, e cila synonte të ruante ekuilibrin ushtarak në Ballkan pas luftarave të viteve 90. Ai ka paralajmëruar se Serbia do të ndjekë me vëmendje zhvillimet e mëtejshme dhe ka lënë të hapur mundësinë për një përgjigje diplomatike ose ushtarake ndaj kësaj lëvizjeje. Nga ana tjetër, NATO e ka komentuar në shkrimin e marrëveshjes duke e cilësuar atë si një marrëveshje trepalshe mes tri vendeve, pa lënë ndonjë vlerësim më të gjerë mbi tikimin e saj në rajon. Ndërkohë, Kosova dhe Shqipëria e shohin këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve të tyre mbrojtëse dhe integrimit në strukturat euroatlantike. Megjithëse ende nuk ka një reagim zyrtar nga Bashkimi Evropian, analistët politik e shohin këtë nismë si një përpjekje për të forcuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale në një kohë kur Ballkani përballet me tensione të rritura dhe pasiguri gjeopolitike. Në të ardhmen, mbetet për të parë nëse vende të tjera të rajonit do të bashkohen në këtë iniciativë apo nëse do të ketë një përshkallëzim të tensioneve diplomatike mes Serbisë dhe vendeve pjesëmarrëse. Eci me të tjera zhvillime për të 7 natë radhas, mijëra protestues antiqeveritar dolën në rrugët e Stambollit duke sfiduar ndalimin e tubimeve dhe ndërhyrjeve të policisë. Arrestimi i kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu ka shkaktuar një nga protestat më të mëdha të opozitës në 10 vitet e fundit. Protestat kundër qeverisë kanë hyrë në natën e 7 në Stamboll dhe qytete të tjera turke, duke sjellë një mobilizim masiv opozitar pas arrestimit të kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Qindra mijëra qytetarë janë mbledhur në sheshe, rrugë dhe kampuse universitare, duke kërkuar lirimin e tij dhe duke brohuritur kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Kjo valë demonstratash është më e madhe në një dekadë, pavarësisht arrestimeve të shumta dhe ndërhyrjeve të ashpra të policisë. Jashtë bashkisë së Stambollit, protestuesit ndezën flakadan në shenjë simbolike të rezistencës, ndërsa forcat e sigurisë monitoruan nga afër situatën. Presidenti Erdogan ka reaguar me tone të forta duke akuzuar protestuesit për përpjekje për të destabilizuar vendin. Ata që terrorizojnë rrugët tona dhe duan ta kthejnë këtë vend në kaos nuk kanë ku të shkojnë. Ne nuk të lejojmë që rinia të përdoret nga organizata terroriste apo individ të korruptuar, deklaroi ai. Pavarësisht ndalimit të tubimeve nga autoritetet, protestat kanë vijur kryesisht në mënyrë paqësore. Megjithatë, forcat policore kanë përdorur shkopin dhe gaz lotësiellës për të shpërndarë turmat, duke arrestuar mbi 1400 persona deri më tani. Lider të opozitës, grupet e të drejtave të njerëzit dhe zyrtarë europiane kanë cilësuar ndalimin e İmamoğlut si një akt të motivuar politikisht dhe një sulm ndaj demokracisë në Turqi. Në kushtet e tensioneve në rritje, mbetet e paqartë se si do të evoluojë situata dhe nëse qeveria do të përshkallëzojë masat kundër protestuesve apo do të bëjë lëshime për të qetësuar krizën. Në një vizitë të 2 ditore në Washington, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan diskutoi me sekretarin e shtetit Marco Rubio për heqjen e pengesave në institucionet e mbrojtjes mes dy vendeve. Pas një periudhe tensioni në marrëdhëniet SBA, Turqia, Ankaraja kërkon rikthimin në programin e avioneve luftarak dhe forcimin e lidhjeve me administratën Trump.
Turqia dhe Shtetet e Bashkuara po përpiqen të tejkalojnë pengesat që kanë ndikuar në bashkëpunimin e tyre në industrinë e mbrojtjes. Kjo u konfirmua nga një burim i Ministrisë së Jashtme turke pas takimeve të zhvilluara në Washington mes përfaqësuesve të lartë të dy vendeve. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan nisi një vizitë dyditore në SBA ku takua me sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe zyrtarë të tjerë amerikan. Në këtë vizitë Fidan pritet të kërkojë administratës Trump heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë dhe rikthimin e saj në programin e avionëve luftarak të gjeneratës së fundit. Vizita e kryediplomatit turk vjen në një moment kur Turqia po kërkon përmirësimin e marrëdhënieve me SBA-n, veçanërisht pasi periudhave të ftohtë gjatë administratës Biden, e cila kishte mbajtur distancë nga Ankaraja për shkak të afrimit të saj me Rusinë. Në administratën Trump, Turqia shpreson për një qasje më miqësore dhe rikthimin e partneritetit strategjik në industrinë e mbrojtjes. Gjatë takimit mes Fidan dhe Rubio, palët shprehen qartë vullnetin për të hequr pengesat që kufizojnë bashkëpunimin në këtë fushë. Sipas burimeve diplomatike, pritet të zhvillohen bisedime teknike për të adresuar sfidat ekzistuese dhe për të gjetur zgjidhje konkrete. Vizita e Fidan ndodh gjithashtu në një moment kritik për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili po përballet me protesta të mëdha pas burgosjes së rivalit të tij politik, Ekrem Imamoglu. Kjo situatë e brendshme dhe përpjekja për afrimin me SBA-n janë treguese së strategjisë së re të Ankaras për të balancuar marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për të siguruar mbështetje në fushën e mbrojtjes. Pas rifillimit të sulmeve nga Izraeli në rripin e Gazës, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka vendosur të rekrutojë 1/3 e personelit ndërkombëtar që operon atje për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Kjo masë përfshin tërheqjen e 30 punonjësve nga agjencitë kryesore si OBSH dhe UNICEF. Ndërkohë, Izraeli ka përforcuar thirrjen për evakuim të banorëve, veçanërisht nga qytetet kufitare të rripit të Gazës. Pasi Izraeli rifilloi sulmet në rripin e Gazës, OKB-ja vendosi të shkurtojë stafin atjeshëm ndërkombëtar për shkak të shqetësimeve për gjendjen e sigurisë. Organizata e Kombeve të Bashkuara po redukton rreth 1/3 e personelit të saj ndërkombëtar në rripin e Gazës për arsye sigurie. Sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres nuk mund të garantojë sigurinë e personelit të OKB-s, tha zëdhënësja e OKB-s Alessandra Vellucci në një konferencë për shtyp në Gjenevë. Prandaj rreth 30 nga 100 punonjës ndërkombëtar në rripin e Gazës do të tërhiqen nga kjo zonë. Fjala është për personelin e programit botëror të ushqimit, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Fondit të OKB-s për fëmijë. Kjo masë merret pasi Izraeli rifilloi sulmet në rripin e Gazës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi, javën e kaluar prej sulmeve janë vrarë të paktën 792 vet, kryesisht gra dhe fëmijë. Megjithëse Izraeli ka shprehur dyshime mbi shifrat dhe numrit të vdekjeve të njoftuara nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë, organizata ndërkombëtare si OKB-ja konsiderojnë ato mjaft të besueshme. Ushtria izraelite i ka shtuar kërkesat për evakuim drejtuar 10 mijëra banorëve të zonës bregditare të rripit të Gazës. Banorëve të gjithë qyteteve kufitare në veri është kërkuar të evakuohen, njoftoi ushtria izraelite. Nga zona kishin pasuar sulme me raketa në drejtim të Izraelit. Qytetet e prekura janë Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun dhe Shaya në veri, si dhe zonat në Khan Yunis dhe Rafah në jug. Izraeli ka krijuar dhe një institucion të ri në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes së Izraelit, detyra e të cilit është të përgatisë largimin vullnetar të banorëve të rripit të Gazës, por në vende të treta në mënyrë të sigurt dhe të kontrolluar. Atyre që dëshirojnë të largohen nga zona e rrethuar bregditare palestineze në brigjet e detit Mesdhe, duhet të mundësohet largimi në përputhje me ligjet izraelite dhe ndërkombëtare, si dhe ato në përputhje me vizionin e presidentit amerikan Donald Trump, tha Ministria Izraelite e Mbrojtjes në një deklaratë. Gjatë natës, Rusia ka kryer një sulm masiv me dronë ndaj Ukrainës, të cilët zyrtarët e kanë quajtur sulmin më të madh ajror mbi këtë zonë, pavarësisht marrëveshjeve të arritura mes SBA-s, Ukrainës dhe Rusisë për ndalimin e sulmeve në detin e Zi dhe objektivat energjetike. Sulmet vazhduan pa qartësi mbi zbatimin e tyre. Rusia krijoi një sulm masiv ajror ndaj Ukrainës gjatë natës, duke synuar portin strategjik të Mykolajivit dhe qytetin qendror Kryeviri. Sipas autoriteteve ukrainase, ky ishte sulmi më i madh me dronë në Kryeviri deri më tani. Gjatë këtij sulmi, ushtria ruse lëshoi 117 dronë, nga të cilët forcat ukrainase raportuan se rrëzuan 56, ndërsa 48 të tjerë u devijuan me luftë elektronike. Kryebashkiaku i Mykolajivit raportoi ndërprerje emergjente të energjisë pas sulmit, ndërsa në Kryeviri dronët shkaktuan zjarre dhe dëm me materiale, por pa viktima. Sulmet ndodhen pavarësisht njoftimit të së martës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kishte arritur një marrëveshje të veçantë me Ukrainën dhe Rusinë për të ndaluar sulmet mbi detin e Zi dhe objektivat energjetike. Nuk është e qartë kur dhe si do të hyjë në fuqi këto marrëveshje. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se njësitë e saj të mbrojtjes ajrore shkatëruan 9 dronë ukrainas gjatë natës, përfshirë 2 mbi ujërat e detit të Zi. Nuk pati një reagim të menjëhershëm nga Kremlini për sulmet në Ukrainë.
Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori i Kosovës parashikohet të përshkohet në një mot të i paqëndrueshëm. Për datën 27 mars 2025, territori i Kosovës gjatë ditës do të ketë reshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 8 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 15 gradë, Skënderaj 8 deri në 12 gradë Celsius, Pej 8 deri në 11 gradë, Prishtinë 8 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 12 gradë, Malishev 8 deri në 12 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 15 gradë, Ferizaj 8 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 13 gradë, Suharek 9 deri në 14 gradë, Prizren 7 deri në 10 gradë Celsius. Territori shqiptar për datën 27 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe reshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të krijojë dallgëzime nga 2 deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 12 gradë, Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 16 gradë, Durrës 10 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 15 gradë, Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius, Berat 9 deri në 16 gradë, Korç 3 deri në 9 gradë, Vlorë 9 deri në 15 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 10 gradë, Sarand 11 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.